Jo, unë të vërtetën po ju them. Spaku ka bërë statistik dhe sot përgëzoni statistik dhe nesër kur të vinë parat që ne duhet të paguajmë, shiko Begeti, shiko të tjerë me radhë, edhe doria i pensionist që merr 100.000 lekë akoma duke i punu 40 vite në këtë vend dhe duke marrë 100.000 lekë dhe nuk e janë nxjerrë dot muaj. Dhe ai duke bërë lavazh duke thënë bravo Spaku se arriti. Avokat, po me servisin e telefonave çka po bëhet po? Po mirë, po me shite, nuk e di ai kanë shitur tani se doli vendimi i gjykatës kushtetuese. Por dëgjoj tani te ajo tjetër që unë do ta them, po thjesht do lëviz pak që të marr diçka. Unë mendoj dhe gjithmonë ja them, po nuk ma kuptojnë. Dhe unë e them sepse unë po t'isha në vendin e Ramës, këtë do bëja. Por Rama e bën me vonesë, ndërsa ne jemi koherent, ne kemi thënë gjithmonë. Prandaj themi qytetarëve na dëgjoni kur them na i gjë. Se ata do shkojnë. Avokat, nuk e di me vonesë pa qëllim a me qëllim? Kush pa vonesë na kupton? Qytetarët thua apo Edi Rama? Ju thatë kryeministri e bën me vonesë, por nuk e qartësuat me vonesë, me qëllim a pa qëllim. Tani, dëgjoj tani, Rama fillimisht kishte qëllimin e qartë. Por pasi pa që, shiko, disa njerëz kur marrin pushtet, duhet të shikosh në aspektin mendor. Kur shikon që kanë tejkaluar normat, vjen edhe kufizimi. Shiko rastin Xhafa, më kupton? Por ka rastin kur ty vetja në qef, do thotë që diçka nuk është mirë, shpuna se ajo fjali e Shkodran, e kupton? Pra, në disa institucione kushtetuese, disa dhe ka ju vetja në qef. Por, në rast se këtyre që ka ju vetja në qef, procedojnë, fusin burg, kalbi njerëz në burg, mendoj se do të kalojnë lehtë, të kanë gabim. Pse them këtë? Sepse shumë e thjesht kjo, vetëm shiko këtë rast. E futën burg atë e tjetrin që është, ka qenë kryeministër Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, këto gjitha, po. Një tjetër që do vi pas këtyre, do të marri pikrisht ty që i futen në burg këta, do të bëj statistik. Në rast se nuk do të marri ky që do vi, këta të cilët do rigjenerohen përsëri, se për shkak se ne tradit jemi si popull. Kemi një tradit, kemi një ADN. Kemi të njëjtin mënyrë mendimi. Nuk ndryshojmë, se jetojmë bashkë. Avokat, ne suksesin e Spakut po eksportojmë Kosovë. Edhe njerë, kjo nuk ka lidhje fare, kjo është një mashtrim edhe të ajo të Kosovës do dështoj, sepse do ka dështu edhe të Mali Zidhe dhe Maqedonia e Veriut. Por, shiko të që ndodh tani, të shikojmë ashtu si që duhet me pa. Pra, këto të cilët janë sot në institucione kushtetuese që janë gjykatës, prokuror, kështu me radhë, vjen një moment që ndërkombëtarët nuk interesojnë, mos e arritën në atë që donin. Ku e di se cili donte edhe të vetë, nuk mund ta materializoj për faktet konkrete. Dhe këta të cilët janë të pjesë politike, që as drejtësia i ndëshkoj, por as në kuptimin të vërtet, a kupton, përveçse se mund t'i bësh statistik, po as vota e qytetarëve t'i ndëshkoj, ai që aktualisht është kryeministër, këta të cilët lavdronte, do t'i bëj statistik. Pra, kujdes tani se këtu do avë mendje. Edi Rama po bën statistik Spakun. Pse? Se për herë të parë ka refuzuar heqje imuniteti, ose më mirë, për herë të parë ka zvarritur komisionin për heqje imuniteti. Si bëri me rastin Ahmetajin? Shpejt. Po me këte? Do thot dikush fshet diçka ai? Jo. Pse? Se pikrisht Rama do t'i tregoj që jemi republik parlamentare, që të shikojnë dhe qytetarët, atë që gjithmonë i kemi thënë, me fakte, jo kështu bla bla bla. Procedimi penal dhe lidhur me imunitetin neni 288 dhe 289. Kur sekreti, këtë e nene. E dini çfarë thot për dosin që thua ti, prandaj do thash ne ta analizova shumë gjatë. Për dosin që thua ti, flagrancën, prama është mbi palët. Prama mund të bëj procedurë.
Pra Rama shpëton ballukun dhe çdo balluk tjetër që vi pas ballukut, në kuptimin e aspektit të procedimit penal. Pse? Sepse pikrisht vetë është normuar në ligj që po kemi kushtet e flagrancës, ku vendi vendos lirimin e deputetit. Edhe të jetë ministër dhe pa qenë deputet, ai quhet ka atributet e deputetit. Pra, edhe sikur të marrim të mirëqen që prokurori Prençi, bravo, Kraja, Klapi, Tumani, e të tjerë me radhë, bëhen guximtar, edhe arrestojnë apo kërkojnë procedim në një politikani, pra deputeti, përsëri Rama i ka në patronazh. Procedo ashtu siç dua unë, por do të lejoj atëre kur dua unë. Avokat, po mos arrini të merrni telefonin tek mua. Si nuk shkon. Pra, ajo thoni që telefonin e kryeministrit nuk e prekin dot. Po, se vendimi i gjykatës kushtetuese ishte shumë i qartë. Tani, lind pyetja. Shtrohet pyetja. Po mos i hakmerren këta. Si doli kjo gjykatë kushtetuese? Mos i hakmerret spaku kryeministrit e i shkon për të kërkuar imazh ndaj tij me këtë lëvizje që po bën për të mbrojtur ballukun, për procedurën kushtetuese etj. Tani të jem realist me ju, unë nuk e di a ndodh diçka, por ajo që unë mendoj, pra ju nuk e parashikoni që agjentët mund të shkojnë të BGH-s si radhën e parë që i trokitën në zyrë. Unë jam i mendimit që zoti Rama do krijoj statistik të spaku dhe të drejtësia e re. Se si do ta krijoj statistikën, nuk e di. Por jam i bindur, pra nuk mund të them faktin konkret, se nuk e di në aspektin faktik. Por, ajo që unë e di, është që do kemi statistika. Tani statistikat janë të mira, janë të këqija, nuk e di sepse në fund fare ata të dy bashkë kanë bërë pazare kur ishte interesi caktuar, më kupton. Por, ju duhet keni parasysh që zoti Rama, për shkak të pushtetit, për shkak të 83 votave që i dha zoti Dumani dhe shërbëtorët e tjerë të spakut, Rama tani do kthehet në kundërpesh. Pse? Sepse fjalia të hyjë vetja në qef ka arritur në situatën e kulmit. Dhe Rama përveç vetes nuk pranon që dikuj tjetër të hyjë vetja në qef. Nuk pranon që unë për të me tjetër dikush tjetër me pushtet shumë se mua. Unë kam 83 plus 3 86 ose 87 sa shkojnë bashkë. Po shkon në 94, jo 86 më kanë, se 83 kë, dhe 3 kanë duke të mdoshi, sa shkon, 86 shkon. Pra, duke parë në këtë këmbështrim, ne themi çfarë? Rama po krijon çfarë? Statistikën. Mos qeshni, është e vërtetë. Pse? Sepse zvarritja e imunitetit të zonjës Balluku quhet statistik. Rasti i parë që Rama refuzon ta shqyrtoj pa folur një gjykat tjetër. Çfarë do thotë kjo? Statistik pritje zotëri. Nuk quhet refuzim, po quhet përzullim, zvarritje. Do bëni kështu si them unë. Në rast se bëni të kundërt, sulet Komisioni Xhafa. Iniciativa qytetare. Komisionin e mbyllën. Pritni. Pra, Komisioni Xhafa. Pritani. Dështoj? Ndaloj? Jo. Është në lëvizje graduale. Po qëllimi çfarë është? Gabimi që bërën ata
lejuan SPAK-un si institucion i pavarur kushtetues që mos të mbikëqyret në aspektin e arbitraritetit. Pra, në asnjë normë kushtetute ndërkombëtare nuk është e normuar që një institucion kushtetues mos të ketë varësi. Çfarë do thotë varësia? Varësia e llogaridhënies. Çfarë do thotë transparenca? Transparenca nuk kupton mbikëqyrjen e mos arbitraritetit. Pra do të thotë, nuk mund të thuash që jam institucion kushtetues dhe kam lidhje drejt për së drejti me Zotin, ku ndërkohë dihet që Hallka dhe hierarkia kushtetuese buron mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nuk mund të dëgjosh ti kryeprokurorin e SPAK-ut që jep llogari përpara ambasadës amerikane dhe ambasadës europiane, kur ndërkohë ai betohet përpara Kushtetutës së Shqipërisë. Po zotri, i kemi partner, po prokurorin nuk e kemi ministër të jashtëm. Do të qartësohet kjo gjë. Jo vetëm për këtë që qeveri sot, edhe kush do të jetë. Po zotri, nuk është kryeprokurori i SPAK-ut ministër jashtëm. Mos u gëzoni ju popull që ata ndeshkojnë në përburgje. Se ai në fund fare ç'a bën? Statistik për të kënaqur popullin dhe në fund fare të popullit pagua. Shiko Begetin. Ja, që mi lek pension ti. Po jo, të themi të vërtetën, gëzojnë njerëz, gëzojnë, bravo, arresta. Te fatura, kush e pagun? Bravo, Tumani, Kraja, Klapi. Jo, ata bëjnë statistik, thot, popullin a do, se i ka hyrë vetja në qef. Pra, i ka hyrë për vetja në qef duke menduar se po bëjnë hatan. Po në fund fare ç'a po bëjnë? Po ndihmojnë Ramën që t'i bëjë statistik. Sepse pikrisht Rama do t'i bëjë statistik. Sepse është shumë e thjeshtë kjo, nuk ka nevojë të kuptosh. Proceduan Metën, proceduan Berishën. Kanë ndodhur në të shkuarën? Jo. Po prit, kur këta vazhdojnë dhe procedojnë, populli duhet të rëket, se njëri ka inat, tjetri e do, varet se si mbet populli.